Allahu te baraka wa taala në caktimet dhe vendimet e tij është i pavarur, është sovran. Dhe kjo është pavarësia hynore. Dhe si rjedhoi e kësaj të vërtetë të madhe, Allahu dhul Xhelal gjatë historisë së njerëzimit, në periudha të caktuara të historisë njerëzore, dhe në pjesë të caktuara të botës, Allahu ka ndru shumë popoj me disa popoj të tjerë. Historia na fakton se dikur në një pjesë të botës, në një periudhë të caktuar, kanë jetu popoj, por që janë zhduk. Vetëm dihet për ta se dikur kanë jetu. Apo edhe mund të dihen edhe shumë informata në lidhje me ato popoj, që besa dhe me civilizime dhe të arriturat e tyre, por ja që sot nuk ekzistojnë. Allahu ka ndryshu popoj me popoj të tjerë. Dhe kjo është një vërtetë e madhe që Kur'ani na konfirmon. Dhe e tërë kjo ndodh vetëm sipas vullnetit të Allahut te baraka o taala. Po vazhdojmë me ajetin 133. Thot Allahu fuqi plot: Wa rabbukel ghaniyyu dhur rahmah. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Thot Allahu fuqi plot: O Muhammed, Zoti yt është i pasuri, absolut, është i pavarur, s'ka nevojë për askënd. Dhe Zoti yt është i mëshirshëm. Shani si fillon ajeti. Pastaj vazhdon. Thot nëse Allahu dëshiron, ai ju zhduk dhe pas juve sjell një popull tjetër, këtë doj Allahu dhul Xhelal. Ashtu si ju krijoi nga pasardhësit e një populli tjetër. Kjo është ajeti 133. Të kthehemi tek tefsiri dhe komenti i Imam Tabariut. Allahu mëshiroft. Muhammed ibn Jarir al-Tabari, Allahu mëshiroft, thot: kur fillon me elaboru fillimin e ajetit 133. Zoti yt është i pasuri. Imam Tabariu thot: Allahu nuk ka nevojë për krijesat, asnjëherë. Allahu nuk ka nevojë për adhurimin e tyre. I lutën apo nuk i lutën krijesat. Kjo nuk ndikon asgjë në madhërinë, fuqinë, pasurinë dhe në madhërinë e Allahut fuqiplot. Allahu nuk dëmtohet nga mosbesimi i krijesave që ata kanë zgjedhur me e mohu dhe mos me e besu Zotin. Pra, mosbesimi nuk i bën dëm Allahut, por njerëzit i bëjnë dëm vetes së tyre. Vazhdon Imam Tabariu: Allahu është i mëshirshëm. Allahu është i mëshirshëm. Imam Tabariu thot: edhe pse Allahu është i pavarur dhe nuk ka nevojë për asgjë këtë botë, çdo gjë këtë botë ka varësi nga Allahu, Allahu prapë është i mëshirshëm me krijesat e tij. Dhe si rjedhoi e kësaj mëshire, Allahu nuk i shkatron me njëherë edhe ata që e mohojnë Allahun, por Allahu ju dhuron mundësi, Allahu ju jep kohë që ata të reflektojnë e të pendohen. Pra, ajeti na tregon se Allahu te baraka wa taala me mëshirën e tij i paraprin dënimit. Gjithmonë Allahu i trajton krijesat e tij me mëshirë, jo me dënim. Vetëm kur krijesat refuzojnë edhe e zgjidhin dënimin përballë mëshirës së Allahut.